Përshëndetje dashur miq të astrologjisë vedike. Këtu do të tregojmë se çfarë do të thotë për çdo shenjë eklipsi diellor që do të ndodh më 12 gusht. Le të themi nga një fjali për secilën shenjë. Atëherë, shenja sigurisht që do të preket më shumë është Gaforia, sepse eklipsi do të ndodh në Gafore në një nakshatra që quhet pra Ashlesha, që ka simbolin gjarpre, që ka simbolin e transformimit, e daljes së sekreteve. Le të shohim për secilën shenjë ku të dalin këto sekretet, në cilat fusha të jetës dhe marrëdhënie me njerëzit e tjerë. Ata që janë ascendent, pra shenja e dashit, ndryshime të rëndësishme në shtëpi, në familje, vendbanim, kërkim e një lumturie të vërtet, demi, fillime të reja në komunikim, krijimtari, kujdes me vëllezërit, motrat që janë më të vegjël sidomos, dhe udhëtimet e shkurtra. Sigurisht atë ditë unë rekomendoj që mos të udhtojmë ose mos të dalim fare për jashtë në qoftë se është e mundur, pra me datën 12 gusht. Binjakët, transformime në financa, dietë, familje, zëri juaj mund të fitojë një ndikim më të madh. Kujdes, mos thoni ndonjë gjë që s'duhet, mos ndilni sekretet që nuk ju sjellin juve gjëra të mira. Gaforia, një rilindje personale që ndryshon identitetin, vetbesimin dhe kuptimin e qëllimit tuaj në jetë. Pra Gaforia do të preket më shumë, kujdes me ulje ngritje emocionesh. Luani, zbulim sekretesh, pastrim i nënt ndërgjegjes përmes meditimit dhe punës shpirtërore. Patjetër që të fillojnë meditimin lotësoshën që unë mbaj online falas çdo javë, mund të regjistroni në WhatsApp. Virgjëresha, përfundim i disa miqësive për hapje mundësive të reja financiare, des në rrjetet sociale çfarë shkruani dhe sekretet. Mund ndoshta do dëgjoni ndonjë sekret madh nga rrjetet sociale që ju prek veçanërisht juve. Peshorja, ndryshime të mëdha në karrierë, zbulime në ambientin e punës, gjëra të reja, mundësi për një pozicion të ri të punës, sekrete me kolegët. Akrepi, qartësi më e madhe për rrugën shpirtërore. Takim me një guru të ri ndoshta, ndajni urtësinë me të tjerët. Shigjetari, transformim i thellë, zbulim sekretesh dhe ndryshime të papritura. Emocionale, por edhe financiare. Britsjapi, përfundime ose fillime të reja në marrëdhënie, martesë dhe partneritete profesionale. Mund të dalin disa sekrete sigurisht në lidhje me partneren. Ujori, zbulime dhe zgjidhje në shëndet, pra shërime ndoshta. Peshqit, një kapitull i ri në krijimtari, fëmijë dhe dashuri, pas një periudhe emocionesh dhe përfundimesh.